Allahu subhanahu wa ta'ala agjërimin edhe të gjitha këto obligime që na i ka bën, nuk na i ka dhënë për me na mundu ne. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala na i ka dhënë për me ndryshu na. Pra Allahu na i ka prur disa sezone gjatë vitit me të cilat ne duhet ndryshojmë. Allahu i ka bërë 5 kushtet e Islamit. E para është shahadeti. Dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, që të mohohet çdo kusht tjetër përveç Zotit, vetëm Allahu të pranohet si Zot. E dyta është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij, është profeti i Zotit. Pastaj ka thonë është falja e namazit. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur u pyet se cila është vepra të cilën Zoti e do më së shumti, atëherë tha ayyul amali ahabbu ila Allah, kur i than profetit alaihi salam, o i dërguar i Zotit, cilën vepra Allahu e do më shumë, atëherë tha as-salatu ala waqtiha. Ta falësh namazin, mirë po ta falësh në kohën e tij. Raporti namazit me kushtet tjera të Islamit është se Allahu namazin e ka bërë të përditshëm. A ke po, ditën edhe natën, që kur të shosh në sabat, do të me falë drekën, ikindin, akshamin, yatsin. Pra i ke ditën edhe natën, vazhdimisht. Prandaj Allahu tha, është vepra më e mirë dhe vepra që e mban robin edhe njeriu të lidhur në vazhdimsi me Zotin e gjithësisë. Mirë po Allahu krahas namazit, gjatë vitit na i ka çuar disa sezone, disa ditë të caktuara që ne duhet të mundohemi që të bëjmë sa më shumë ibadete dhe adhurime që ta ripërtrim imanin edhe besimin tonë. Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili e ka bë obligim me njëherë pastaj zakatin, mirë po zakati është një herë në vit obligim. Allahu e ka bë obligim shkurjen haxh, mirë po haxhi sa shpërdit, është një herë në vit. Allahu e ka bë obligim Ramazanin, Ramazani është një herë në vit. Dhe nga kjo kuptojmë që Allahu që nga krijimi i tokës edhe i qiellit ka thonë që numri i muajve tek Allahu është 12. Në Kur'an ajet është që Allahu kur e ka kriju tokën edhe qiellin, Allahu i ka bë 12 muaj. Ky lloj sistemi funksionon. Dhe Allahu gjatë këtyre 12 muajve i ka pranuar disa sezone, dhe në mesin e atyre sezoneve është edhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Siç thotë edhe Allahu në Kur'an, ayyaman ma'dudat, është ditë të numëruara, ditë të caktuara, ditë të cilat kush i shfrytëzon, kush mundohet që të bëjë ibadete dhe adhurime, ka përfituar dhe ka marrë prej Ramazanit. Prandaj Ramazani është një lloj sezoni, është një lloj ibadeti dhe adhurimi të cilin Allahu subhanahu wa taala i ka përfshirë të gjitha ibadetet në ta. A ke po, se në Ramazan falesh, krahas 5 vakteve është namazit taravive, ka namaz nate. Në Ramazan duhet të agjërosh për hir të Zotit. Në Ramazan është preferohet që është muaj i Kuranit, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj në të cilin ka zbrit Kurani, libri i Allahut subhanahu wa taala. Muaj i Ramazanit është muaj në të cilin besimtarët e muslimanët nxjerrin dhe japin zakatin. Është muaj në të cilin njerëzit japin sadaka. Është muaj në të cilin njerëzit ruhen prej mëkateve dhe gjunaheve. Pra Allahu e ka bën muajin e Ramazanit ku në ta i ka përfshirë të gjitha ibadetet dhe adhurimet. Shembulli më i mirë është sikur me kon një pemë e cila i ka krejt llojet e frutave, edhe pse s'ka sot, nuk ekziston një pemë që t'i ban të gjitha llojet e frutave, dhe Allahu po thot o robi jam merr sa dush. Pra ai që punon më së shumti, ai që ban ibadet më së shumti, ai ka fituar dhe ka marrë më shumë sevape gjatë Ramazanit. Se kështu e ka bën Allahu subhanahu wa taala. Tjetra, Ramazani nuk është vetëm rutinë e përditshme. Pra nuk është qëllimi që kur erdh muaji i Ramazanit, edhe si çdo Ramazan tjetër me kalue. Erë si vjet Ramazanit, do çonën si fir, do hajmë iftar, do shkojmë do falim në taravih, pastaj do presim Bajramin edhe mbaroj, kaloj çekaçi. Jo, Allahu subhanahu wa taala e ka thur Ramazanin që na më ndryshu, më u bë njerëz më të mirë. Pra kur ka kalu ky muaj, ne a jemi bë njerëz më të mirë apo si jemi bë më të mirë? A e kemi ndryshu diçka, e kemi përmirësu veten tonë apo nuk e kemi përmirësu veten tonë? A e kemi përmirësu brendin tonë apo jo? Pra Allahu subhanahu wa taala e ka bërë Ramazanin laborator të shpirtit. Pra imanin, zemrën dhe shpirtin tanë me marr me avun laborator një herë në vit. Me apo se ku kije. Ibn Qayyim el-Jauzi, njëri prej dietarëve, thotë që Ramazani është dietë e shpirtit. Thotë kur shkon ti te mjeku, edhe ndonjëherë thotë mjeku ti ndalon disa ushqime. Pse se thotë mos e ha këtë ushqim se janë dëmshme për shëndetin tënd. Ta rrisin kolesterolin në gjakë, ti rrisin domethënë tensionin e një ushqim tjetër, të ban dëm kët aspekt e një ushqim tjetër, të ban dëm me një organ tjetër e kështu me radhë. Pra mjeku ti ndalon. Momenti kur ti ndalon mjeku, valla, ka thon mjeku. Edhe e la më një herë ndalesh, pse? Se më ka thon doktori, më ka thon, i ndal ushqimet. Allahu subhanahu wa taala
mrendin tonë që e ke ti mrenda, një herë në vit, po do me ta marrë dhe me ta fut në laborator, me ta përmirësu. Pse që ti të afrohesh tek Zoti, që ti të bëhesh njeri më i mirë, që ti të bëjsh edhe vepra dhe punë më të mira. Ky është qëllimi i Ramazanit. Pra me të marrë edhe me ta fut shpirtin tanë në laborator. A e keni pa për shembull, kur makina i ban për shembull 10.000, 15.000 kilometra, do të më bëj servis. A do të më bëj servis makinës? Do të më bëj servis, do të më ndru vajin e filtrat. E njëjta gjë është edhe me shpirtin tanë, vëllai. Ke jetu 5 muaj, 6 muaj, ti Allahu ta ka pruni sezon 30 ditë. Prit pak këtë imonin tanë, se ban vaki ke pas mëkate, gjunohe, rifreskoje pak imonin edhe zemrën tënde, shpirtin tanë. Pastro brenda vetes tënde, bëhu njeri më i mirë. Këta ka dashur Allahu subhanahu wa taala me na pron.